Rezerva federale njoftoi një ulje të normës bazë të interesit me 1 pikë përqindje ose 25 pikë bazë, duke e çuar intervalin e synuar në 3.5 deri në 3.75%. Megjithatë, ulja e tretë për këtë vit nuk ishte një vendim i lehtë. Disa anëtar të komitetit kërkonin reduktim më të madh për të parandaluar dobësimin e mëtejshëm të tregut të punës, ndërsa të tjerë mendonin se lehtësimi ka shkuar mjaft larg dhe mund të rrezikojë rritjen e inflacionit. Komiteti Federal i Tregut të Hapur, gjithnjë e më i përçarë, mori vendimin me 9 vota pro dhe 3 kundër. Në konferencën për media pas vendimit, kreu Jerome Powell tha se ishte një vendim i vështirë. Mund të argumentoja për secilën anë, tha ai gazetarëve. Powell shtoi se vendimarrësit janë në një pozicion të mirë për të pritur dhe për të parë se si do të zhvillohet ekonomia. Ai theksoi gjithashtu se synon t'ia dorëzoj detyrën pasuesit të tij me ekonominë në gjendje të qëndrueshme. Unë dua t'ia dorëzoj këtë punë pasardhësit tim me ekonominë në gjendje shumë të mirë, deklaroi Powell. Dua që inflacioni të jetë nën kontroll, të kthehet drejt 2% dhe tregu i punës të mbetet i fortë. Kjo është ajo që dua dhe të gjitha përpjekjet e mia synon të arrijnë këtë, shtoi Powell. Presidenti Donald Trump do të nisë këtë javë intervistat përfundimtare për kreun e ardhshëm të rezervës federale. I pari që do të intervistohet do të jetë antari i rezervës Kevin Warsh, ndërsa drejtori i Këshillit Kombëtar Ekonomik Kevin Hassett pritet të intervistohet më vonë.